që nga njohja e Kosovës jemi në pjesën ekonomike, domethënë është një gjë shumë e rëndësishme dhe sferat e tjera si sfera kulturore, arsimore, mjekësore apo shëndetësore. Ka edhe disa delegacione ekonomike të cilët kanë shkuar në vende dhe kundërta dhe fatkeqësisht lufta në Izrael domethënë e ka vështërsuar këtë dhe natyrisht kufizimi jonë që të dalim jashtë vendit, po tani domethënë gjatë kësaj jave kemi delegacionin i cili do të vi që të eksploroj mundësitë për bujqësinë edhe ushqimin e përpunuar dhe do të kemi në këtë fushë do të shohim shumë bashkëpunim dhe ka kompanitë izraelite të cilët janë të gatshme të ofrojnë pije të freskëta, këpurdha, produkte të freskëta dhe produkte të tjera të ushqimit të industrializuar dhe natyrisht kvaliteti është shumë i mirë dhe do të kontrollojmë mundësitë të shohim nëse mund ta zgjerojmë fushëveprimin e eksportit dhe natyrisht pastaj që natyrisht bëhet edhe eksporti në Izrael dhe ka shumë për të bërë në fushën e bujqësisë, ka shumë teknologji e cila mund të shkëmbehet dhe produktet të cilat mund të krijohen. Dhe mendoj se kjo mund të jetë përfituese për Kosovën, sepse duke ngritur cilëtetin dhe sasinë e produkteve tuaja do të etiketoj edhe eksportin në shtete tjera. Kështu që ne shpresojmë që këtë do të vazhdojmë rritjen në fushën e teknologjisë së lartë, inovacionit, inteligjencës artificiale dhe